Faleminderit që erdhe. Është muaji nëntor është I veçantë. Është momenti kur para një viti ti zbulon që ke kancer, tumor në gji, dhe pos tjerash, pos një lufte shumë të madhe të bërë, vendos të shkruash një libër për atë përvojë. Pse? Po, është një pyetje që më bëhet shpesh veton, edhe përpara se sa të merja këtë vendim për të shkruar një libër, kanë qenë 3 muaj të rëndësishëm në fakt të jetës time, kanë qenë muaj të vështirë, sëmundja nuk të jep kohë të përgatitesh, edhe të mendosh, më duhet vetëm të shërohesha. Kështu që nga 2 nëntori 2024 deri në 4 shkurt të 2025, libri dhe fjalët kanë qenë veç mas në jetën time, nuk është se mendoja shumë. Por kur le të themi që përgjigjet e mëdha, ato përgjigjet e rëndësishme për jetën time, për të ardhmen, dolën dhe qelli u pastrua, unë isha më e qetë dhe më gati, ndjeva nevojën për të shkruar. Veton, unë mendoj që trupi ynë është kujtesa jonë më e sinqertë. Ai regjistron edhe momentet e frikës, edhe momentet e shpëtimit. Unë tek shkrimi mendoj se kam gjetur një lloj katharsisi, kisha nevojë të shkruaja për të mos qenë peng I frikës, sepse pata frikë se mos trauma e atyre muajve do më përndiqte. Kjo ishte në aspektin personal. Edhe pse në libër e përmend që trupi, mendja, njeriu ka kapacitet të mbajë më shumë se sa një dhimbje. Ka kapacitet të mbaj shumë dhimbje. Më shumë se sa, edhe 10 dhimbje njëkohësisht. Ne nuk jemi të vetëdijshëm për këtë gjë. Dhe libri është në një farë forme trajtimi I dhimbjes sate, domethënë eksplorimi I dhimbjes sate. Po. O dhimbjeve, në fakt, se ka më shumë. Po, ka disa dhimbje, në fakt nuk është vetëm dhimbja e sëmundjes time, është dhimbja e sëmundjes së babait, janë dhimbje të një mëmësie të munguar, janë shumë dhimbje në libër që sepse unë fillova prej sëmundjes time, prej asaj që ndodhi në trupin tim dhe ndoshta prej një komunikimi të ri që unë nisa me jetën time, duket filozofike po ndodh vërtet, sëmundja të ul me këmbë në tokë edhe ti fillon edhe je më I qetë për të komunikuar. Kuptova se kisha nevojë për treguar. Dhe nuk kisha nevojë për treguar veton thjesht si dëshirë. Unë doja të tregoja se kisha nevojë të kuptoja atë që më ndodhte dhe vetëm përmes asaj eksperience kuptova që e kisha parë deri vonë dhimbjen si metafora që letërsia e ka si metaforë dhimbjen. Shoqëria dhimbjen e ka si një armik edhe me të drejtë se është e frikshme dhimbja. Por në momentin se si e ndjeva unë, ndoshta për faktin se një diagnozi kanceri në gjit të trëmbë dhe të kërcënon edhe për jetën, ti fillon dhe mendon gjëra që nuk I ke menduar më përpara për jetën tënde. Në atë jetën e parë të gjithë mendojmë që jemi të pavdekshëm. Nuk e di nëse ju uroj që të keni qenë gjithmonë mirë me shëndet, por kur prek kërcënimi im prej vdekjes vjen prej punëve tjera, prej luftrave, prej këtyre. Okej, në një farë forme e keni takuar ata. Po. Unë e takova në 2024. Në nëntor të 2024 e takova si nocion, e hapa si derë, e pash, sepse ne gjithmonë e shohim veten si të pavdekshëm. Dhe unë e them ndonjëherë me pak humor të zi, po dhe me humor të bardhë si të duam ne, që ne kemi vetëm një jetë, por njerëzit që provojnë sëmurën apo të takohen një herë me zonjën vdekje dhe kanë një shans të dytë, mendoj që ata kanë 2 jetë, edhe në jetën e dytë njeriu është shumë më I përgatitur për të jetuar më mirë. Në jetën e parë, këtë që e përshkruan, domethënë po flas, librin po e konsideroj si një lloj intermezzoje të kalimit prej njerës në jetën tjetër, edhe një lloj pjekurie të cilën e mbrin me shkrim, sepse në fundit përshkrimi si I tillë është jetë në vete, apo jo. Por në këtë libër, në këtë pjesë, është momenti dramatik I 2 nëntorit, I cili ty të shpallë se I ke tumor në të 2 gjinjt, dhe
shpejtësia me të cilën duhet marrë vendime është shpejtësia me të cilën ti duhet poshtë të ballafaqohesh me mundësinë e vdekjes, apo jo? Po, unë nuk jam njeri i shpejt dhe shpejtësia në përgjithësi nuk më pëlqen. Për shembull, gazetaria e shpejt nuk më pëlqen dhe unë bëj një gazetari të ngadalt në një kuptim. Edhe titullin e librit e ke në antitezë, në Një fakt, ditë tjetër se Ka kohë. hajse do ta shoh këtë punë, po. Ajo ka qenë një lloj autoironie, po pastaj ishte edhe një ditë tjetër si dëshira për një ditë tjetër. Pra janë shumë ditë të tjera brenda atij titulli. Shpejtësia nuk më pëlqen, por e kuptova që në atë moment më duhet isha e shkafët. Dhe ka një episod që e tregoj, e kam treguar në podcastin tim, në fakt nuk besoj që ta kem shkruar në libër këtë. Unë nuk mora shumë qetësues gjatë kohës që isha në fazën post-operatore, pas operacionit. Doja jo se jam mazokiste, përkundrazi, jam një grua e brish si gjithë gratë, asnjë nuk e do dhimbjen, po ndjeva një nevojë për të qenë zgjuar. Doja të isha e kristalt në vendimet që merja, sepse është një lloj diagnoze që nuk i merr dot vendimet me të tjerët. Edhe nëse takon një doktor të mirë, edhe nëse je i rrethuar me njerëz që kanë informacion dhe kanë mundësi, si të kesh para, si mos të kesh para, si të kesh një sistem shëndetësor të mirë, si të kesh doktor shumë të mirë, këto të gjitha ndikojnë për mirë apo për keq, po në finale kjo është një sëmundje, sidomos në këto momente ku njeriu ndihet shumë i vetmuar. Dhe vendimet i merr vetëm. Edhe në vetmi e ke marrë vendimin, sepse përkundër insistimeve të tjerëve që të vinë, të bashkohen, ti thu unë sonte duhet të rri vetëm edhe të marr një vendim. Po, sepse askush nuk e preferon këtë, po dhe vetun, për nga natyra me sa duket, e kam fortifikuar, e kam forcuar më shumë tani, që më pëlqen që vendimet për jetën time ti marr vet, unë edhe gabimet vet i kam bërë, s'na i kam bërë të tjerët. edhe punët e mira me jetën time vet i kam bërë. Sigurisht unë nuk jam nga ato që jam e bërë vet, se ne bëhemi mes shumë të tjerësh. Bëhemi në radh parë nga familja jon, pastaj nga njerëzit që zgjedhim të na rrethojnë, nga takimet rastësore, nga njerëzit që vendosim t'ju themi po, apo atyre që vendosim t'ju themi jo. Pra, por vetja jonë është kapiteni, ne jemi kapiteni anijes, edhe pata dëshirë t'isha e zgjuar që unë ato vendimet që më duhet t'i merja shpejt, t'i merja mirë. Vendimet i ka marrë shpejt. Ka qenë dita e parë kur u kuptua që unë isha me kancer në gjik, ku doktori im Artan Bodeci, një doktor brillant, një kirurg shumë i mirë, më vjen mirë që e kemi në Tiranë. Kemi doktor shumë të mirë ne, por nuk e di si është me Kosovën. Dëgjoj pak fjalë më të mira për ju për sistemin shëndetësor. Ne sistemi shëndetësor në Shqipëri për momentin është vërtet i trisht edhe me shumë probleme. Po kemi njerëz të jashtëzakonshëm. Kemi doktor shumë të mirë dhe doktor Tani më ka thënë atë moment veton që duhet të bësh mastektomi. E dija këtë term vetëm nga Angelina Jolie. E dija se çfarë po thoshte, e kuptova që po më thoshte që duhet hiqja gjint. Për një grua është vendim shumë i vështirë. Është vendim, për mua ka qenë ndoshta vendimi më i vështirë, kanë qenë dy vendime të vështira. Mastektomia dhe të mos ja them prindërve, të mos e